11 persona janë arrestuar nga gjithsej 33 ndaj të cilëve është ngritur kallëzim penal pas aksionit të prokurisë dhe policisë në disa lokacione në Shkup dhe rrethin, si dhe në Kumanov, Negotin, Veles, Peshqev, Probishtip dhe Koçan, gjatë natës së 17 dhe 18 dhjetorit. Ata dyshohen për bashkim kriminal, keqpërdorim të tenderëve, pastrim parash dhe përfitime të tjera që përbëjnë vepra penale. Kallëzim penal është ngritur edhe ndaj 2 kompanive. Të gjithë këta persona dyshohen se kanë qenë të përfshirë në kurdisjen e një tenderi, me çrast i kanë shkaktuar dëm buxhetit të EMV distribuimi në vlerë prej 7,6 milion euro. Tenderi ka të bëjë me blerjen e matësve Skada, monitorim me kontrollues GSM për stacion termik për nevojat e EMV distribuimi i ngrohjes. Në tender ishin dakorduar që të aplikonin 2 kompani, një nga Kumanova dhe tjetra nga Shkupi. E para kishte aplikuar me dokumentacion jo të plot dhe me çmim më të lartë se kompania nga Shkupi, e cila nga ana tjetër kishte dorëzuar ofertë identike me vlerën e parashikuar të tenderit, edhe pse kjo shumë nuk ishte publikuar në shpallje. Mes personave të arrestuar dhe atyre ndaj të cilëve është ngritur kallëzim penal, është edhe Bujar Dardish, ai ish drejtori i Drejtorisë së Librave Am.